Fshati i Rruja sipërme në rrethin e Gramshit nuk mbahet mend të ketë patur ndonjëherë shkollë 9-vjeçare apo të mesme, dhe kjo për shkak të numrit të pakët të nxënësve. Aktualisht 10 fëmijë të fshatit detyrohet të ndjekin një shkollë në fshatin Driz, disa kilometra larg. Fëmijët thonë se ndjekin shkollën rregullisht edhe në kushte të vështira atmosferike. Këtu nuk ka shkollë sepse kushtet nuk janë të mira dhe nxënës ka shumë pak. Rreth 10 veta jemi gjithë që shkojmë në Driz. Po varet se disa kanë makina dhe shkojnë me makinë, disa ikin këmbë. Agron Karaj, banori i fshatit, thotë se në fshat s'ka pasur ndonjëherë shkollë dhe kjo për shkak të numrit të nxënësve. E kemi pasur me dy fshatrave në Driz dhe atje shkonim të gjithë. E kemi kërkuar, po është numri i vogël dhe nuk ka mundësi të hapet. Nga ky fshat janë larguar dhe po largohen me 10 banor, kryesisht të rinj. Fshati i Rruj nuk është i vetmi në rrethin e Gramshit pa shkollë, pasi edhe në fshatra të tjerë shkollat janë mbyllur për shkak të numrit të ulët të nxënësve.